Në Orenj Katund, një fshat i Librazhit ku natyra ka ruajtur gjithë madhështinë e saj, gjelbërimin dhe qetësinë që të mbush shpirtin, ka nisur të marrë jetë një histori ndryshe. Ky vend i bukur i njohur për mikpritjen dhe bujtinat tradicionale, tashmë ka dhe një tjetër atraksion, fermën e gomaricave. I kthyer nga emigracioni me përvojën e viteve jashtë dhe ëndrrën për të parë vërlindjen e zhvilluar, Artur Balla vendos të ndërtojë këtu një projekt unik. Synimi i tij është i madh, një fermë me 100 gomarica, ndërsa sot ka nisur me 20 prej tyre. Që në hapat e parë porosit nuk ka munguar, duke ardhur nga Tirana, Vlora, Durrësi dhe shumë qytete të mëdha të vendit. Unë jam Artur Balla, nga Orenj, nga Librazhi, kam punu disa vite në emigrim, 10 vite. Pastaj u ktheva nga emigrimi, pa e mendoja me shefin tim, me italian, dhe po më thotë ky italian që më të hapim to në vendin tim, që është shumë vend i bukur. Më tha mua, e kam ndërtuar i fermë gomarice tha në Italinë, si familja tha i biznes. Tham, po më gjove mua hap këtë biznes, këtë fermë tha, se do dash me sukses. Dhe mendoja avash si me bo, se janë shumë vështira, gomarica mi gjetë. Pastaj e vendosa, u ktheva këtu në Shqipëri. Fillova të kërku gomarica, për kërkoja gjithë Shqipërinë, shumë vështirë me gjetë, këta janë drejt zhdukjes. Kërkova, gjeta një 5, pastaj bona një 5 tjera 10, dhe pastaj fund gjeta një 10, bona 20 copë, edhe sot kam kërku 20 gomarica. Në këtë rrugëtim Arturi nuk është i vetëm. Nëna e tij, e cila kujdeset çdo ditë për mielin e gomaricave, tregon me pasion se si përpunohet ky qumësht i rrallë. Ai përdoret i freskët, por edhe për nën produkte si djathi, ndërsa ambalazhohet në bidona me logo të personalizuara. E bashkë me të punon dhe nusja e vllait, e cila merret me pastërtinë dhe cilësinë e produktit, që gjithçka të mbërrijë sigurt dhe e shëndetshme tek konsumatori. Unë jam Naile Balla nga fshati i Orenj Librazhit. Kemi hap një fermë gomaricash, pasioni i djalit, edhe ne mbështetëm fermë 20 gomarica, 6 nga këto janë për mielje, tjerët janë barsa. Por unë merrem me mieljen me që jam me vjetër edhe merrem me mieljen kom pasion, derisa nusën e djalit, kjo merret me kullime me që ka pasion pastërtinë. Është një i veçantë për pastërti. I mielin vetëm një herë në ditët, i mielin mëngjes, ndërsa ndak nuk i mielin për se kanë ato pritët e vegjël. Ne majmë për livadhe, i nxjerrim, i kullosim, i zhgojmë për mjes, pastaj i hisim të kullosin kullot. Sikur e shihni janë vend bio, është vend me pyjo, vend me livadhe, dhe kemi vend sa dush. Ju ftojmë të gjithëve të provoni qumshin e fermës Orenj Librazhit. Veterinjeri i zonës na flet për kujdesin ndaj kafshëve, vaksinimin, ushqimin e balancuar dhe rëndësinë e ambientit ku ato rriten. Ai thekson se kushtet natyrore në Orenj, me ajrin e pastër dhe kullotat e gjelbërta, i bëjnë gomaricat e shëndetshme dhe prodhimtare. Unë jam Kujtimi Kutila, jam veteriner i zonës së Çermenikës. Sot ndodhem me këtë fermë për të bërë inventarizimin e kësaj ferme, pasi është shtuar me elemente të ri. Siç e shihni, kjo është një risi faktikisht për Librazhin. Në Librazh nuk ka ndodhur asnjëherë që të ketë një fermë gomaricash. Për këtë duhet të falenderoj pronarin që ka marrë iniciativën dhe për kushtimin që ka për këtë fermë. Shoh që ky është njëri shumë pasionant, shumë i kujdesur dhe duhet t'i uroj suksese. Kemi të bëjmë me këtë lloj kafshë që faktikisht dhe fatmirësisht nuk ka shumë nevojë për mjekime ose nuk ka shumë smundje. Atëherë do të thoja që do të bëja një krahasim, nuk e di se sa është ashtu, po të bëja krahasim mjalti dhe qumshi i gomaricës. Vetë sasia e pakët e qumshit të gomaricës tregon se sa vlera, sa cilësi ka. Kjo është përdorur që në lashtësi do të thoja, sidomos për smundje kolla e mirë dhe kolla e thatë, si mund ta quajnë fermerët. Në fjalë ka një njohuri për përdorimin, por risia edhe fatmirësia e zonës është që kjo fermë tani ndodhet edhe në Librazh. Artur Balla rrëfen se për momentin arrin të përballojë kërkesat, por objektivi i tij mbetet i qartë, të krijojë fermën më të madhe të gomaricave në Librazh.
Ai flet për efektet e çmuara të qumshtit nga forcimi i imunitetit tek ndihma me frymëmarrjen, tretjen dhe kujdesin për lëkurën. Unë më shumë përshëtitje kam nga Vlora, nga Tirana dhe nga Durrësi. Dhe më thush dhe Shqipëria më kam vot gjithë telefonatë, theme reale dhe vërtetën. Nuk është problem për shqitjen dhe për tregun, por problemet për produktit, nuk kemi shumë produkt. Tani për momentin kam 6 copë gomarica, edhe po luftoj tani unë të bledhem o tjera, duke nisë nga kërkesat kam për qumshin, po kam dëshirë dhe mi shtu gomaricat. Dëshira ime fiks fare është real, di bëjnë që gomarica, më thonë, kam mësimi po bollu gjithë për kërkesat se kam për momentin për qumshin. Po, të duke ashtu se është shumë vështirë, të thërë dhe pak është shumë vështirë me gjithë për momentin këta. Shumë janë dërsh dukjes, dhe me gjithë to jemi të kërku jam, me ke smetë zotë të arrisë dhe të ku i duhen. Projekti i tij nuk dalet vetëm tek ferma. Krahas saj ai mendon të zhvillojë dhe një bujtinë që vizitorët të kenë mundësinë të qëndrojnë dhe të përjetojnë nga afër traditën e zonës. Sot shumë turistë nga gjithë Europa vinë për të parë nga afër këtë fermë të veçantë. Dhe jo vetëm për ta parë, por dhe për të provuar qumshtin bio dhe për të njohur një traditë të ringjallur. Ore janë zonë turistike. Pak më larg fermës time është botina e Xhelalit. Botina më e mirë e zonës Librajës. Ushqime tradicionale me fjete, çdo gjë të fshatit, produkte që ke botina e Xhelalit. Dhe turistë kanë ardhur shumë nga Italia, nga Greqia, nga Gjermania, plus 10 vende nga Vlora, kanë vizituar. Po edhe ata se vinë këtu, kanë bërë përçi ka madhe qumë këtu ke ferma ime, dhe kanë përqiu qumshin gomaricës. Jo më pes ke ferma ime Oreni Librash dhe për çdo përsi bëni gjeni në rrjetet sociale, Facebook, WhatsApp, Instagram, jo më pes të gjithë. Në shtëpinë e tij Arturi ka ndërtuar një dhomë të veçantë, të gdhendur në gur që të kujton kullat e dikurshme shqiptare, një kombinim mes të rez dhe të lashtës, mes ëndrës dhe kujtesës historike. Dhe nuk mund të mungonte mikpritja. Nëna Arturit bashkë me të shtruan një tavolinë të madhe tradicionale plot me gatime të zonës. Me buzëqeshjen e saj, ajo na uroi mirëseardhjen, duke thënë se ky është zakoni i fshatit të Orenj, të hapër zemrën dhe shtëpinë për çdo mysafir. Mirëserë në tavolinën tonë. Kjo është tradita jonë e fshatit të Orenj. Ju ftojmë ta vizitoni të gjithë fermën tonë. Ai gëzuar që të gjithë. Gëzuar që të gjithë. Gëzuar që të gjithë. Gëzuar. Kjo fermë nuk është thjesht një biznes, është një rikthim. Një histori ëndrash të mbajtur agjallë e një familje që e ka kthyer dashurinë për vendlindjen në një projekt unik. Ky është një shembull se si tradita, natyra dhe përkushtimi mund të ndërthuren bashkë për t'i dhënë jetë një prej atraksioneve më të veçanta që ka sot Librashti.